ta shobo edhe pra janë mikit dyqysh u imponu se unë e maj madh një rast kënë të thonë folklorin zhdukje, nuk është ashtu. Bile që tash ka marrë shumë hovë, kemi këto në rëthin, jenë të fillu. E përmani fëmijë që kanë interes për mensurin jo? Po, e kam unë një grupë këtu, të fillu për 1.000 mas pari, kam 3.000 tu. Për shembull, çiftelia janë pak ma të zakonshme, kështu kisha mi qytë e ki shumë rapsat që lujnë me çifteli. Çfarë boni ty me zgjedh pikërisht lahutën? Boni me zgjedh se ta shobo edhe pra janë mikit dyqysh u imponu se unë e maj madh një rast diku një muj para lufte që ashtu kom qeni marrë në pyetje për këtyne serve me një kolegë, me një rapsat shumë ballum, një kadrimonin, në bo një akuz për armë diçka ashtu dhe a dit ka qenë dit në heshti asë një njeri s'ka qenë levizën e përdeqan. Po atë blindën se kanë pasë. Sërbë e këshin në shu autoparlantin mi blindë sa mund preshin shqiptarë me ta. Edhe kjo lauta është gjyshrit tanë. E kanë marrë si shembull mujnë e Halilin. Ata dy kanë bërë protagonista. Po mirë po mlefin, biografinë e zhvillimin e tregimit, e kanë shprazë, e kanë shkarku gjithmonë në mik, që kanë qenë vetë si protagonist shqiptarët në përmërsej, edhe më pëlqen jashtë mase. Jam i kënaqur shumë se tash kënë të thonë folklorin zhdukje, nuk është ashtu. Bile që tash ka marrë shumë hovë, kemi këto në rëthin, jenë të fillu. E përmani fëmijë që kanë interes për mensurin jo? Po, e kam unë një grupë këtu, të fillu për 1.000 mas pari, kam 3.000 tu. Nese për keqardhje një 4 mëmojnë se kanë dalë jashtë, kanë shku me familje, e tash ti, unë kur kanë kohën e pushimit, se mu ka desh me ndërpret puna mësimit, se që nga kemë për natë ushtrime. Ka interesim shumë. Jënë do djemë 3 këtu në rëthin, një 4-5, kam kontakt me ta, njëni për tyne edhe i punën, 2 besa i punojnë, edhe kanë fillu shumë mirë jenë të shku me laut. Qështë të bërë mundi ty që kjo? Se në plot vene kemi dëgju realisht që s'po ka ma interes për me trashëgu për shembull qoftë punën si mjeshtër i lahutës, po edhe si luavtar. Qërë dëqani, nuk po du më bo lokalizma se ne imi tonë, shqiptarimi, bëllë pak jemi, po tonë imi bashkë. Ka qene, ka pas një fatë se që të në trevën tanë, si dëqani, kanë ngrevitu një ndërapsat më të mirët, mojë më thonë, pa keqë kuptime. Kanë qenë, ne imi frëmzu, e kanë mojtë folklorin shumë dëqani. Ty fillu për të mallit dërveshas, atë në Bashkëdodën, Kadrimoni ka shumë të marrë Shkasnic, Landobrën, Hisënuken, Shaqavdin, këtë që ti rrethjen qëto, Rizdaci, për shembull këtë që ti rrethje kem ma vonë atër kem dalë si të rjedhën e Cenvisha që tu kolege këm pas, që kem mu bashkë, e ta shti kanë pak brumë, ku mu ka, po nuk po pajtonë, se unë im ka shoh si vjetë ka ndodhë një dukuri për shembull. Kanë bo dasma njerëzit, po në natën e dasmës, gati gjithë verën kam qenë në zonën se kanë bo natën e dasmës në shtëpi, me familjarë, me një rreth më të ngushtë, nesër në kanë bo në hotel. I ki shkojmë në sofra, marrim pjesë në gëzime në hotele, i kemi diku 20-30 minuta, shihet interesimi për folklor sa mendja nuk ta merr. Inshallah veç shtohet. Ja, po, sa më mirë se nuk është bashkë ashtu që u zhduk. Për ata si orrejnë s'don mindia i zhdukun është gjithmonë, po i gëzona shumë, unë tash ti, po thoma vetë ata djemë të ri kanë fillu mirë, kanë interesim, jenë të punu, edhe për punujt vegle, atë unë, kom thonë edhe një mesin tjetër, po për një fëmijë si është i interesum, se talenti lindë, se në gjeneratën teme nuk jo kanë shpif njerëzit zanotit. Ka falë zoti për kongë, për artë, për pak ku bo komerciale, tash e ka marrë drejtën gjithë kush. Nuk jam në lu tjerve, po arti pak i dhe njerëzit e lindë. Një fëmijë që i shihet, ma bjen baba i vetë, prindi vetë, si ka talent, unë im zhenë mja falë unë të në krejt, mja bo pa parë vetëm të rrugëm,
Tash edhe bo një gëzim i madh shumë se u pranua edhe në UNESCO. Inshallah se ala zyrtarisht nuk i di, dhe më thonë rrethana te ku ka shkuar pranim, nuk i di, se nëse mi hi në UNESCO tash duhet me liftu, se UNESCO ka fondet mëdha. Për shembull, unë jam i pari që ne, si ku marr festivalin e Lahuncës dhe kom tradicional, e marr për çdo vit që në fshat temin. I zgjedhim lautarët më të mirë për gjitha tre vallkanë shqiptare. Dhe në sa lautar bëhen? Bëhen 30, 20. Kismet ku të majmë tash në shkurt, besoj si dhe ju duhet me qenë mysafir aty. Dhe tim, pa tjetër. Ka t'i interesum, ka shumë bile për Lahuncën. Unë pjesë të ndërmuese të kongëve më thojnë që ashtu si këndon mirë, se ti unë e urrej. Modeste. Ja urrej veten, nuk po ta marrë kështu fare sa din, po e urrej veten kur gjë mirë më duket që po të kallzoj. Po çfarë është interesimi i dëshmorëve të ri tash me këtu në Lahuncë, sa gati krejt kongë po mbohen Lahuncë. Po merr malli ka më këtu me tjera vegla.